Fjalën për një garë televotimi. E kam fjalën për sfidën e fundit të fermës Vit. Qa kishe këtë bana për kokën tënde? Edhe televotimin e parë për të nxjerrë bujakën të parin, dhe 3 surprizat e para, 2 tjere të le pa dhënë, të Visi dhe të për Mozën. Që këtu dihet që e lexueshme ishte që Moza dhe Visi nuk ishin të rrezikuar. Se hajde, mund ta kishim ngrënë, për shembull, po të kishin nxjerrë të gjitha të 5 surprizat në një herë, edhe hajde. Po që këtu shenja e parë që u lexuat. E dyta, blofi 2 që bëre. Tani, historia e fermës, pika kyçe kryesore, 2 pikat kyçe janë kujdesi e kafshëve, ndaj kafshëve, gjithashtu dhe sfidat. Janë kryefjalë e atij formati. Tani ti nxjerr një, pastaj fut sfida. Pse s'fut e sfidën në fillim, pastaj nxjerrën televotim të tjerët. Siç e bëri Luana vjet për shembull. E kupton? Luana e bëri sfid 2 të fundit kokë në kokë dil një. Sfid 2 të fundit kokë në kokë dil një. Pastaj e kishin dhe ata tretën për të bërë se bën, se ashtu ishte një muhabet midis Meja Ndueli dhe Big Bassës që po të bërë dhe sfida tretë për shembull ishte gjë tjetër se nuk kishte probabilitet madh ta fitonte ai që fitoi, por kjo është pak rëndësi, është shkuar për këtë shkuarës. Por ç'ishte kjo muhabet se më nxjerrë ato me televotim me lekë të katërt me sfidë. Pse ndodh kjo? Duke ditë që bujaka është shumë i zjarrt dhe shumë i dhën, e jep 100% e vet aty, duke garuar, e çat edhe ta heqin bujakën, për shembull, të lëm kat 4 të hajt më tan, heqin bujakën. E kupton ç'a bëre ti për shembull? Drejtojmë ty që se ti je fytyra e Agajt, e kupton? Se kështu ka thënë, unë jam zëri fytyra e Agajt, por vendimet është merr ai. Unë flas ty gjoja ija. Pse qa e kishte këtë që bëllë, bana turp e faqesis për Juve, e prut emision, mina mos e u shokuam këto 24 orë të fundit. Po dhe nga Juve, po kishe për sfidën një, pastaj kishe nxjerrë, hajde nxjerrim këtene, pastaj bëjmë sfidën. A i ka ardhë aty, me sfida ka ardhë bujaka aty për shembull. Deri në finale, derisa zgjodhi publikut preferuar. Një javë para doli, kaloi Visin, kaloi Ilirin, e tash s'po kaloka dot Visi dhe Ilirin prapë, për shembull. Qa bët kështu bana për kokën tua, e bastarduat. E kupton se sa i hiqni atë besimin publikut. Është sfidë motre, pse nxore pa bërë sfidë çunin. S'duhet ta kishe nxjerr çunin fare, pa bërë, kishe bërë sfidën, pastaj se kështu duket qartë që pas keni pasur frikë bujakën, që do të superonte sfidën. Edhe rrezik kalonin 2 veta, që kush është probabiliteti më i madh për të kaluar në atë, ishte Moza dhe Visi, që do të kalunin kokë në kokë televotim dhe Visi dilte i pesti, për shembull, se Soni është i shkatë tek sfidat, Iliri është i shkatë sfidat, Bujaka i shkatë sfidat, e kishte ngel Visi me Mozën, ndoshta 2 të fundit, e kupton? Edhe do të vinte i naty për shembull, se ty ka dalë keq 3 herë kemi kap blof me Bujakën. Ja ta nxjerrë që ja s'ka tërë momenti e bëre topin Sadela. Hajde.